Dashi. Sot është një ditë ku energjitë e brendshme ndjehen të fuqishme dhe të gatshme për veprim. Në dashuri është momenti i duhur për të bërë një bisedë të sinqertë me partnerin tuaj, duke forcuar lidhjet emocionale. Në punë, fokusohuni në detajet që kërkojnë vëmendje të veçantë. Kjo do t'ju ndihmojë të shihni përparime të mëdha. Financat duken të qëndrueshme, por është e rëndësishme të mbani një sy mbi shpenzimet e vogla që mund të mblidhen në heshtje. Lejoni ndjenjat të rrjedhin lirshëm dhe mos keni frikë të shfaqni anën tuaj më të bull. Një ecje në natyrë në pasdite do t'ju ndihmojë të rimbushni energjinë tuaj dhe të ndjeni një lidhje të thellë me botën përreth. Demi. Sot, ndjenja e stabilitetit do të jetë ajo që të udhëheq. Përkushtimi ndaj punës po të jep frytet që ke pritur prej kohësh, mos ngurro të ndash këtë gëzim me kolegët. Nëse ke qenë duke menduar për një investim të ri, mendo me kujdes dhe konsulohu me një ekspert financiar. Marrëdhëniet personale janë të mbushura me ngrohtësi dhe kuptim. Një bisedë e thellë me dikë të dashur mund të sjellë harmoninë e munguar. Ruaj një ekuilibër në ndjenjat e tua dhe mos lejo që mendimet e këqija të pushtojnë. Krijo momente qetësie për veten, mbase me një shëtitje në natyrë. Pasuria e shpirtit tënd do të ndriçojë çdo hap tëndin përpara. Kujdesu për veten dhe shijo ditën në maksimum. Binjakët. Dita e sotme sjell një ndjenjë të re optimizmi dhe krijimtari. Në dashuri, zemra juaj është e hapur dhe gatshme për të pranuar emocione të reja. Partneri juaj mund t'ju bëjë një surprizë të këndshme që do të ngrohë zemrën tuaj. Në punë, energjia juaj është e lartë dhe inspiruese, e cila do t'ju ndihmojë të përballeni me sfidat me besim. Mos keni frikë të shfaqni idetë tuaja, pasi ato do të vlerësohen nga të tjerët. Financat kërkojnë një vëmendje të veçantë, mbani gjurmë të shpenzimeve dhe shmangni investimet impulsive. Për shkak të ndjeshmërisë suaj të shtuar, një shëtitje në natyrë do t'ju ndihmojë të gjeni qetësinë tuaj të brendshme. Kujdesuni për veten dhe gëzojeni këtë ditë me zemër të hapur. Daforia. Sot mund të ndjeni një valë të re energjie që do ju ndihmojë të përballeni me sfidat e përditshme. Një bisedë e papritur me një mik të vjetër mund të ndriçojë ditën tuaj dhe të sjellë ide të reja për projektet personale. Në dashuri, një hap i vogël drejt dialogut të sinqert do të përmirësojë marrëdhëniet tuaja. Mos hezitoni të shprehni ndjenjat tuaja, sepse zemra juaj do të jetë më e qartë se kurrë. Në punë, një projekt që ka kohë që pret vëmendjen tuaj, sot mund të marrë krah. Për sa i përket financave, menaxhoni me kujdes shpenzimet dhe shmangni blerjet impulsive. Merrni një moment për të reflektuar dhe për të bërë një plan të qartë për të ardhmen. Kujdesuni për veten dhe shijoni momentet e vogla. Luani. Sot, universi të inkurajon që të ndjekësh pasionet dhe të hapesh ndaj mundësive të reja. Në punë, një projekt i ri mund të kërkojë vëmendje të veçantë. Përqendrohu dhe përdor kreativitetin tënd për t'i dhënë jetë. Financat mund të përmirësohen nëse bëni një investim të zgjuar, por shmangni rrezikun e tepruar. Në dashuri, biseda të thella dhe të ndjeshme do të sjellin afërsi më të madhe me partnerin. Nëse je beqar, mund të ndjesh një tërheqje të papritur ndaj dikujt që e ke konsideruar gjithmonë mik. Sot është dita për të ndjekur intuitën dhe për të dëgjuar zërin e zemrës. Qetësia e brendshme do të jetë udhërrëfyesi yt, lejoje të drejtojë drejt një dite plot me gëzim dhe kuptim. Virgjëresha. Ndërsa dita fillon, energjia pozitive e rrethuar me qetësi do të shpaloset përpara. Në dashuri, hap zemrën dhe lejo ndjesitë e vërteta të udhëheqin. Një bisedë e sinqertë me partnerin mund të sjellë harmoni të re. Në punë, përqendrohu në detajet, sepse sukseset e vogla sot do të krijojnë bazën për arritje më të mëdha. Mbaj zemrën hapur për mundësi të reja profesionale që mund të shfaqen në mënyrë të papritur. Financat kërkojnë kujdes, planifikimi i mirë do të ndihmojë në shmangjen e shpenzimeve të panevojshme. Ndiq instinktet dhe lejo që intuita të udhëheqë vendimin. Zemra jote sot është e mbushur me një ndjenjë shpresë dhe optimizmi. Natyra të thërreth, një shëtitje në ajër të pastër do të ndihmojë shpirtin të rigjenerohet. Peshorja. Në këtë ditë të janarit, universi ka përgatitur për ty një përzierje të magjishme mundësish. Ndjenja e harmonisë do të mbizotërojë në marrëdhëniet personale, duke sjellë afërsi dhe mirëkuptim me të dashurit. Në punë, qetësia dhe përqendrimi janë çelësat e suksesit. Mos u nxito për të përfunduar detyrat, por analizo gjithçka me kujdes. Financat kërkojnë vëmendje, mos bëj shpenzime të panevojshme. Një kontroll më i mirë i buxhetit do të japë siguri për të ardhmen. Energjia shpirtërore është e lartë, duke të bërë më të ndjeshëm ndaj ndjenjave të tjerëve. Jepi vetes kohë për reflekse dhe meditim. Mos haro se nganjëherë një hap prapa mund të çojë 2 hapa përpara. Beso në ritmin e jetës. Akrepi.
Sot bë të ndjeni si një det I qetë pas stuhis, ku çdo gjë është në vendin e saj. Në fushën e dashurisë, komunikimi po përmirësohet dhe është momenti ideal për t'u afruar me partnerin tuaj. Mos keni frikë të shprehni ndjenjat që I keni mbajtur të fshehura. Në punë, një mundësi e re mund të shfaqet dhe ju duhet ta kapni me besim. Financat tuaja janë stabile, por kujdes me shpenzimet e panevojshme që mund të prishin këtë ekuilibër. Merrni një moment për të reflektuar mbi rrugëtimin tuaj dhe të falenderoni për arritjet e deritanishme. Kujdesuni për shëndetin tuaj fizik dhe mendor duke marrë kohë për pushim dhe relaksim. Vetëm kështu do të arrini të shihni bukurinë në çdo detaj të ditës. Shigjetari. Në këtë ditë të janarit do të ndihesh plot energji dhe optimizëm. Në çështje të zemrës, përpiqu të jesh më I hapur dhe I sinqert me partnerin tënd. Një bisedë e ngrohtë do të sjellë mirëkuptim dhe afrimitet. Në punë, sot është koha e duhur për të shfaqur idetë tua krijuese. Mos hezito të marrësh iniciativën në projekte të reja, pasi intuita jote do të udhëheqë drejt suksesit. Financat duken premtuese, por qëndro vigjilent ndaj shpenzimeve të panevojshme. Marrja e një vendimi të matur do të ndihmojë në ruajtjen e stabilitetit financiar. Ndjenjat e tua do të jenë të harmonizuara, duke të dhënë një ndjenjë qetësie dhe përmbushjeje. Shijo këtë ditë me buzëqeshje dhe besim në vetvete. Briqapi. Sot do të ndihesh si një anije që lundron në det të qetë. Në dashuri, hap zemrën dhe dëgjo vërtet atë që partneri ka për të thënë, pasi komunikimi është kyç për të forcuar lidhjen. Në sferën profesionale, përqendrohu te projektet që ke lënë pas dore, do të shohësh që investimi yt I kohës do të shpërblehet. Financat paraqiten të qëndrueshme, por qëndro larg shpenzimeve të panevojshme për të ruajtur këtë stabilitet. Merr frym thellë dhe gjej momentin për të pushuar, pasi relaksi është një investim në shëndetin tënd mendor. Sot, universi të buzëqesh, mjafton të shtrish dorën për të kapur mundësitë që të ofrohen. Kujto se çdo hap I vogël të çon më pranë qëllimeve të tua. Ujori. Sot qielli duket I qetë, por zemra jote kërkon aventurë. Në dashuri, përpiqu të dëgjosh më shumë partnerin. Komunikimi është çelësi për të ruajtur harmoninë e shpirtit tuaj. Në punë, sfidat do të vinë pa pritur dhe do të kërkojnë mendjen pretësinë tënde. Mos e humb kohën në detaje të vogla dhe fokuso tek qëllimet afatgjata. Financat mund të kërkojnë pak vëmendje shtesë, por mos u shqetëso. Vendimet e mençura do t'i sjellin stabilitet buxhetit tuaj. Kujdesu që të mos e shpërndash energjinë në shumë drejtime, por qëndro I përqendruar në prioritetet më të rëndësishme. Lëre intuitën të udhëheqë hapin tënd të ardhshëm dhe mos hezito të ndjekësh ëndrat që të frymëzojnë. Dita përfundon me një ndjenjë të thellë qetësie. Peshqit. Sot është një ditë për të rikthyer në kontakt me ndjenjat e tua më të thella. Intuita jote është në kulm dhe ajo do të udhëheqë drejt vendimeve të drejta. Në dashuri, një bisedë e ngrohtë me partnerin mund të zgjidhë çdo mosmarrëveshje të vogël. Për ata që janë vetëm, është momenti I duhur për të njohur dikë të ri, ndoshta në një mjedis të qetë dhe të këndshëm. Në punë, përqendrohu në projektet afatgjata dhe planifiko me kujdes hapat e ardhshëm. Financat kërkojnë vëmendje, është koha për të bërë disa kursime të vogla, por që do të kenë ndikim të madh në të ardhmen. Merr kohë për veten dhe reflekto mbi atë që të bën me të vërtetë të lumtur. Një shëtitje në natyrë do të rigjallërojë shpirtin.